Në një shoqëri ku shpesh të rinj të largohen nga vendi në kërkim të mundësive më të mira, ka ende histori që frymëzojnë, histori të rinjve që vendosin të qëndrojnë dhe të ndërtojnë një të ardhme, duke i shërbyer njerëzve dhe komunitetit të tyre. Një prej tyre është Gerald Gorari, 30 vjeçari nga Korça, i cili ka zgjedhur të ndërtojë jetën e tij profesionale në fushën e fizioterapisë, një profesion që kërkon jo vetëm dije, por edhe përkushtim, durim dhe shumë empati. Në një intervistë për CNA Televizion, Geraldi rrëfen me sinqeritet fillimet e tij, periudhën ku fizioterapia në Shqipëri ishte ende në hapat e parë dhe mungesa e profesionistëve ishte një sfidë më vete. Rruga e tij drejt këtij profesioni nuk ka qenë e zakonshme, një traumë e hershme në fëmijëri, ku ai vetë kishte nevojë për ndërhyrje në një fizioterapisti për të rehabilituar krahun, u bë momenti kyç që la gjurmë të thella në mendjen e tij. Ai tregon se si dashuria për sportin, mbështetja e familjes dhe natyra e tij sociale dhe empatike e shtyn të ndjek këtë deg, me bindjen e fortë se fizioterapisti nuk është thjesht një profesionist, por shpesh një mbështetje emocionale dhe fizike për njerëzit në momentet e vështira. Piknisja është te një traumë që kam pasur kur kam qenë shumë i vogël dhe nevoja për ta rehabilituar këtë traumë ka qenë e vështirë në ato vite në Shqipëri dhe jam detyruar që të gjejmë pra familjarët e mi të gjejnë një fizioterapist kudo që të ishte. Dhe duke qenë se si i vogël e pash që ai specialist ma rehabilitoi krahun, kjo ishte një nga piknisjet, pika kryesore le të themi për të ndjekur dhe degën e fizioterapisë. Pastaj ka qenë gjatë kohës së gjimnazit, unë më pëlqente të merresh edhe me sporte të ndryshme dhe fizioterapisti ka qenë shumë i rëndësishëm te pjesa sportive, po themi në vitet 2003, kur kam qenë fëmijë, le të themi dhe në vitin 2010, duke se fizioterapia ka pasur një zhvillim shumë të madh në Shqipëri dhe duke parë dhe nevojën e tregut që ka pasur shumë nevojë për fizioterapistë, ka qenë një zgjedhje personale, gjithashtu duke u konsultuar dhe me familjen time, që unë të zgjidhja degën e fizioterapisë. Pra motivimi tim ka qenë që të jem sa më afër njerëzve të cilët kanë nevojë, duke qenë se jam dhe pak natyrë empatike dhe shumë social. Pra kjo ka qenë pak a shumë pjesa e motivuese e këtij profesioni që kam zgjedhur. Por sfidat nuk përfunduan me zgjedhjen e profesionit. Për Geraldin, vështirësitë reale nisën sapo hodhi hapin e parë drejt universitetit. Largimi nga qyteti i tij i lindjes drejt kryeqytetit nuk ishte i lehtë. Ai e kujton si një periudhë përballjeje me shumë të panjohura, ku jo vetëm ritmi i jetës, por edhe kërkesat akademike ishin një sfidë më vete. Pas përfundimit të studimeve, Geraldi vuri re se klinikat private ishin të pakta, ndërsa punësimi në sistemin shtetëror ishte pothuajse i pamundur. Pavarësisht kësaj, ai nuk hoqi dorë dhe vendosi të ndërtojë hap pas hapi një emër profesional, duke parë çdo situatë si mundësi për të mësuar, për të përmirësuar dhe për të ndërtuar besim. Që në universitet ka qenë e vështirë. Pra, duke qenë se po largohesha nga qyteti tim, nga Korça, ku është një qytet i vogël, jeta është më ngadalë se Tirana, që aty i fillojnë vështirësitë e para të një student fizioterapistë. Literaturat nuk është se kanë qenë aq të mira, sa të janë tani vitet e fundit, dhe ne detyrohej që merr pas here që bashkë me profesorët të na motivonin sa më shumë që ne të vazhdonim fizioterapinë, pra këtë degë, dhe kërkimet të lexonim sa më shumë libra dhe të bënim sa më shumë kërkime shkencore, pra ose publikimet e fundit të ishin sa më të updateuar. Mungesa e tregut, po themi, nuk ka pasur shumë klinika mbasi kam mbaruar universitetin, apo punësimi, le të themi, në spitalet shtetërore apo në klinika shtetërore ishte pothuajse i pamundur, ka qenë zero. Pas përballjes me mungesën e mundësive në tregun e punës dhe dëshirës së fortë për të ushtruar profesionin që kishte zgjedhur me kaq përkushtim, Geraldi vendosi të ndërmarrë një hap të guximshëm, të krijojë diçka të vetën. Me ndihmën dhe udhëzimet e profesorëve të tij, ai hapi një klinikë të vogël, një hapësirë modeste, por me shumë dëshirë për të shërbyer pacientëve si profesionist. Megjithatë, fillimi nuk ishte as pak i lehtë. Ai kuptoi se qyteti i tij kishte një nevojë të madhe për
profesionist të fushës së fizioterapisë. Numri i pacientëve filloi të rritej ndjeshëm dhe shumë prej tyre e gjenin te Geraldi jo vetëm ndihmën fizike, por edhe një qasje njerëzore dhe profesionale që shpesh mungonte. Si pasojë nevojës, lindi ideja për të hapur një klinikë fizioterapie. Dhe këtu motivuesët e mi kanë qenë profesorët e mi, familja ime, bashkëshortja ime, pra të themi gjithë njerëzit e mi të afërm kanë qenë ata të cilët më kanë motivuar për ta hapur klinikë, duke qenë se e kam parë dhe pasionin tim që unë kisha për fizioterapinë. Dhe kështu fillovi, pra duke u konsultuar me profesorët e mi, në të cilën dua të shpreh mirënjohje të gjithë ata, janë të shumë dhe nuk mund t'i përmendos të gjithë me emra, dhe hapa një klinikë të vogël, ku në të cilën kur ka ardhur pacienti i parë, ka qenë shumë e sikletshme, kam qenë pothuajse në të gjithë pacientët e parë duke u konsultuar me profesorët e mi, pavarësisht se kisha ndjekur bazë shkollimit shumë trajnime, të cilat e ndjeja që i kisha aftësinë për të trajtuar pacientët. Ata gjatë gjithë kohës, duke bërë konsulta, duke biseduar në telefon me ata, më kanë shprehur besimin që të vazhdoja. Dhe kështu, brenda një periudhe 2 vjeçare, vura re që në qytetin tim, ku u riktheva përsëri mbas studimeve në Korçë, vura re që kisha një numër të lartë pacientësh dhe nevoja për të qenë një fizioterapist profesionist në qytetin e Korçës ishte më së e dukshme. Pas 2 vitesh përvoje intensive me klinikën e parë, ai kuptoi se nevoja e qytetit të Korçës nuk kufizohej vetëm te fizioterapia. Kjo e shtyu të ndërmerrte një tjetër hap të rëndësishëm në rrugën e tij profesionale, themelimin e klinikës Intermedical, një qendër më e madhe dhe më e kompletuar, ku shërbimet shëndetësore i kalonin kufijtë e fizioterapisë. Bashkëpunimi me mjek të huaj i dha një tjetër dimension punës së tij. Pas 2 vitesh, duke qenë se nevoja për të pasur të njerëzit kishte nevojë për specialistë ndryshëm, jo vetëm për fizioterapistë në qytet, më detyroi që unë të hapja edhe klinikën këtu ku jemi, Intermedical, e cila është në bashkëpunim me një klinikë laboratorike shumë të madhe dhe me disa spitale private në Turqi. Kjo bëri që unë të sillja disa mjek specialistë. Kryesisht unë isha i fokusuar te pjesa e ortopedisë dhe neurologjisë dhe neurokirurgjisë patjetër, sepse fizioterapia është një degë që lidhet shumë me pjesën muskuloskeletale dhe atë neurologjike. Dhe që këtu, duke qenë se filluan vizitat me këta mjek, të cilët vinin unë i silla në qytetin e Korçës, atje pata një eksperiencë shumë të madhe, po themi te mënyra e diagnostikimit të pacientit, gjë të cilën duhet të ndihem me fat që e kam arritur këtë gjë, sepse shumë nga kolegët e mi ose nga studentët që në qenë atë periudhë e kanë shumë të vështirë të jenë pranë një specialisti të ortopedisë ose neurokirurgjisë për të mësuar, dhe kjo më bëri që të shikoja të gjithë pacientët me një sy ndryshe, jo ashtu siç kam qenë gjatë kohës të studimit apo kur fillova atë periudhën 2 vjeçare. Pra realiteti është shumë ndryshe e një studenti, po themi çfarë ka përfituar nga shkolla dhe kur del që shikon pacientët nga afër. Me kalimin e viteve, Geraldi ka trajtuar qindra pacient, secili me historinë, sfidat dhe nevojat e veta. Ai është një nga ata profesionist që nuk i sheh pacientët thjesht si raste klinike, por si individ me histori njerëzore që kërkojnë jo vetëm trajtim fizik, por edhe mbështetje morale. Geraldi e pranon se ka pasur raste që e kanë prekur thellë dhe i kanë mbetur në mendje, dhe pas përfundimit të trajtimit, për të çdo pacient është po aq i rëndësishëm sa tjetri. Rastet janë të shumta, nuk dua të veçoj asnjë nga rastet, sepse çdo rast ka veçantinë e tij, por duke qenë se një fizioterapist duhet të ketë aftësi shumë të larta profesionale, duhet të ketë një etikë profesionale shumë korrekte, duhet të ketë cilësitë e një njeriu shumë të mirë. Pra duhet të jetë empatik, duhet të krijojë besueshmëri, duhet të motivojë pacientin dhe duhet t'i jap pacientit atë çfarë kërkon në fund të gjithë trajtimit. Kështu që nuk dua të veçoj asnjë nga rastet, dua t'i quaj të gjithë rastet të veçanta, por me thënë të drejtën ka raste që
që ngelen në mendje një fizioterapisti, unë në këtë periudhë 7 vjeçare. Kryesisht janë raste neurologjike, që janë raste shumë të vështira, që duan shumë kohë dhe presioni i familjarëve është shumë i madh, dhe kështu që atje duhet të japësh maksimumin tënd, patjetër që në të gjithë pacientët duhet të japësh, po këto janë raste shumë të vështira për të trajtuar. Përtej trajtimit të pacientëve dhe drejtimit të një qendre moderne shëndetësore, Gerald Gorari është një zë i qartë dhe i fortë për ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e jetesës së shëndetshme. Ai beson se shumë nga problemet shëndetësore mund të parandalohen nëse njerëzit do të ishin më të vëmendshëm ndaj trupit të tyre dhe mënyrës së jetesës. Sipas tij, mirëqenia fizike dhe ajo mendore janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Të rrisin cilësinë e jetës të tyre dhe mos neglizhojnë si fillim asnjë dhimbje. Dhimbja është sinjal që diçka nuk shkon në trup. Ti drejtohen një profesionist i mjekësor si fillim, dhe e dyta, duhet të kenë shëndetin mendor, pra mirëqenia mendore duhet të jetë në nivel shumë të mirë, duke lexuar apo duke bërë aktivitet fizik, dhe këtu dua të ndalem pak se ne dëgjojmë shpesh fjalën aktivitet fizik, po realisht ka një rëndësi shumë të madhe. Gjë që të gjithë njerëzit duhet ta kenë në fokus. Qoftë treni apo duke kryer një sport ndryshe, po themi një volejboll, basketboll, tenis apo pasionet e tyre. Pra është tmerrsisht e rëndësishme. Gjithashtu kemi dhe ushqimin, mënyrën e ushqyerit. Duhet të shmangim sa më shumë, po themi karbohidratet, sheqenat, që ne të ruajmë me një peshë sa më të mirë trupore dhe të rrisim cilësinë e jetës. Gjithashtu edhe puna është diçka shumë e rëndësishme. Unë kam, në qoftë se kam një ditë pushim, e zi e pres atë ditë të jem pushim nga gjithë lodhja e pacientëve, por motivimi që më japin pacientët e mi, mezi pres të rikthehem në punë. Sot Gerald Gorari nuk është thjesht një fizioterapist i suksesshëm, por një shembull i një njeriu që e ktheu një përvojë personale sfiduese në një mision jetësor për të ndihmuar të tjerët. Me pasion për kushtim dhe një vizion të qartë për zhvillimin e shërbimeve shëndetësore në qytetin e tij, Geraldi arriti të krijojë një model që të i kalon pritshmëritë, duke sjellë një frymë të re, jo vetëm në fizioterapi, por në të gjithë kujdesin mjekësor në Korçë. Profili i tij është një kujtesë se çdo profesionist i mirë nuk vetëm në shkollë, por mbi të gjitha nga ndjeshmëria, etika dhe dëshira për të shërbyer njerëzve. Dhe Gerald Gorari, me punën dhe përullësinë e tij, është dëshmia e gjallë e kësaj filozofie.